disciplinë në cilën e rekordin botror edhe me tutje e mban marokeni fenomenali dikurshëm Hisham El Gerouj me 3:26:00 të vendosur në stadiumin olimpik të Romës në vitin 1998. Një vit më vonë, në 99 në Sevil, ai vendosi rekordin e kampionateve botrore 3:27:65, kurse më i miri këtij viti është Asbel Kiprop. Edhe me që kemi dy grupe kualifikuese në 1500 metra, 5 të parët e secilit grup kualifikohen direkt dhe 2 të tjerët me rezultatin më të mirë jashtë 5 pozitave të para. Lista startuese e grupit të parë gjysmëfinali është kjo. Grupi i parë përbër nga 12 gjysmëfinalistë. Natyrisht ne do të edhëm një sy vetëm atyre që janë një mesin e favoritëve. Matthew Centrovic, nën kampioni botës në fuqi, edhe i treti nga Daegu 2011 medalisti brëndst, pra kjo është Matthew Centrovic Junior, sepse dhe babai i tij ka pasur emrin e njëjtë dhe ai ka qenë një atlet dhe pjesëmarrës në 2 olimpiada. Është pra favorit Matthew Centrovic për të hyrë në finale pa asnjë problem. Willis i Zelandës së Re, Nicholas Willis, nën kampion olimpik nga Pekini 2008, 32 vjeçar me kohën e 5 më të mirë në 2015. Asbel Kiprop, më i shpejti i vitit 2015, por përveç kësaj, kampion i 2 fisht botror në 2 kampionatet e fundit, 2011 në Daegu, 2013 në Moskë. Në Pekin në këtë stadium, para 7 vjetëve fitoi edhe titullin e kampionit olimpik. Kthehet aty ku shënon një prej rezultateve më të mira në karrierën, një sukses të jashtëzakonshëm. Tash natyrisht Asbel Kiprop me rëndësi ka që të kualifikohet fillimisht në finale. Edhe një herë, 5 të parët nga ky grup kualifikohen direkt. E mund të ketë edhe më shumë se 5 të kualifikuar nga ky grup nëse është më i shpejti, maksimumi 7 mund të jenë. Më pak se 4 rraf të vrapimit në 1500 metrësh. Duke që Pjetër Jan Hanes i Belgjikës është lider i garës në fillim të saj, 22 vjeçari. Tre rrafat të fundit të këtij vrapimi gjysmë final. Finalja e 1500 metrëshit e meshkujt në program është për nesër. Ka humbur pozicionin e të parit të garës. Hanes i Belgjikës është duke i prirë pikërisht një prej favoritëve edhe për medalje, pastaj Matthew Centrovic, 25 vjeçari, 3:30 është koha e tij më e mirë e regjistruar në karrierë. Por megjithatë nuk është në mesin e 10 më të shpejtëve të vitit 2015. Matthew Centrovic ka pasur një rënje të formës gjatë këtij viti, ndërkohë që Asbel Kiprop, kampioni botës, është duke prirë garës në këto momente. E nën kampioni botës nga Daegu 2011, kenjasi tjetër Silas Kiplagat ka një ngecje aty. E 800 metrat e fundit kanë mbetur nga ky vrapim gjysmë final. Një vrapim megjithatë i dobët ky krahasuar me ato që njëjtë se rezultati më i mirë i gjitha kohëve në këtë distancë pas më shumë se 2 rrafëve. Edhe me tutje i pari Asbel Kiprop, i ndjekur nga turku Ilham Tanui Özbilen, i lindur edhe ai në shtetin e Kenis. Atje prej nga vjen edhe Asbel Kiprop. Tash përshpejton hapin britaniku Chris O'Hare. Kujtojmë, 5 të parët kualifikohen në finale. Këmbana që shënjën 400 metrat e fundit
rrethin e fundit të këtij vrapimi gjysmëfinal. Kiprop edhe më tutje në vendin e parë. I dyti është Özbileni i Turqisë. Është aty afer edhe Chris O'Hare, Britanisë së Madhe. Pa haruar edhe atleti nga Etiopia, Gebre Medin, që është momentalisht në vendin e 4, kurse Matthew Centrovic nga pozicioni 5, po përpiqet që të avancojë më përpara. Nëse arrin të mbetet i 5 do të kualifikohet pa problemi. 6 është keniasi tjetër, ish nën kampioni botës Silas Kiplagat. Tani ka një distancë të konsiderueshme Asbel Kiprop nga vendi i dytë, mbajtur nga Chris O'Hare, Britanisë së Madhe. Etiopiani Gebre Medin është i treti. Shikoni vrapimin tani të Silas Kiplagat. Të dy keniasit do t'jenë në finale. I pari është Asbel Kiprop, pas ti vjen edhe Kiplagat dhe edhe Centrovic. Matthew Centrovic hyn në finale. Nën kampioni botëror dhe kampioni botëror janë në finale pa problem. I priu garës pothuajse nga fillimi. 26 vjeçari medalist i 2 fisht i ardh botëror dhe medalist i 1 fisht olimpik.